Në prag të festave të fundvitit, qytetarët po përballen me rritje të ndjeshme të çmimeve të produkteve ushqimore. Hasan Stafa, drejtori i Qendrës së Konsumatorëve Shqiptar, bëri me dije se gjatë 10 ditëve të para të dhjetorit janë regjistruar 340 ankesa nga 12 qarqet e vendit, ku Tirana kryeson me numrin më të lartë të tyre. Ka filluar një tendencë e paparashikuar, sepse kjo është një jo thjesht antiligjore, por është edhe antihumane, është edhe anti-biznes, anti-trek, por është diçka një fenomen vetëm shqiptar, theksisht vetëm shqiptar, sepse në gjithë botën, në rast të festash, Krishtlindjet, Vitin e Ri, tendenca është që përpara më fjalë me keqje të këqijave, aty ku ka probleme, ndoshta edhe tregu, të paktën mos të rrinë në vend, mos lëvizin. Ndërsa këtu fjalë ka filluar tendenca tjetër, ndërsa në vendet e tjera, pothuajse të rajonit, me Kosovë, Maqedoninë, Malezi, Serbinë dhe pa dhuritur pjesën e vendit Bashkimit Evropian, Kroacinë apo dhe Greqinë, ulja bëhet çdo vit fjalë duke filluar nga data 10. Stafa theksoi se ndër produktet që po shtrenjtohen janë pulat dhe gjelat e detit, me një rritje prej 20 deri në 25%, si dhe produktet me origjinë shtazore dhe nonproduktet e mishit. Ne kemi bashkuar këto ditë duke filluar me Rogozhinën, Kallajin, Durrësin, Shkodrën, Dezhën, Koptikun, Djeve, Laçin, në zonën e Laçit, Milotit, aty ku ka tregje që mbulon një pjesë të territorit shqipërisë, tendenca ka filluar që nga data 2-3 dhjetor. Kryesisht tek gjelet e detit është rreth 20 deri 25%. Dhe aq më keq është prekur ose është shkuar dhe më tej, duke prekur edhe produktet me origjinë shtazore, siç janë djathi, siç është gjalpi, siç është gjiza, apo dhe në produktet e mishit, siç janë këto qoltat apo dhe sallomerit. Stafa bëri thirrje që autoritetet duhet të dalin e të monitorojnë situatën për të shmangur rritjet e paarsyeshme të kostos së jetesës në prag të festave.